إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, në fillim të javës kemi hyrë në muajin apo në vitin e ri hijri, që është 1448, që tregon që para 1448 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Mekën, vendin e tij më të dashur, dhe u detyrua të shkojë në Medinë. Pra ky kalendar është prej momentit që Rasulullah alaihi salatu wassalam ka filluar hijretin e tij prej Mekës në Medinë. Atëherë neve si besimtar, sa herë që vjen kjo datë kalendarike, dalemi të shpjegojmë dhe të marrëmi dobi nga hijreti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe pse ndodhi? Pejgamberi i Zotit ka lindur në Mekë, është rrit në Mekë. Deri në moshën 40 vjeçare ishte njeriu më i mirë, më i dashur, më besniku që ka ekzistuar ndonjëherë. Armiqt më të mëdhaj e përgëzonin dhe ishte një bank tek i cili i lenin parat e tyne për ruajtje. Në moment që Zoti Gjalla wa Ala ja shpalli Kur'anin famlart, filloi të urdhroi njerëzit për të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, filluan armiqt të shfaqen, ta nënçmojnë, ta përbuzin, ta rrahin ndonjëherë, ta kapin për gjybe, t'ja qesin veturinat e kafshës së brendshme në sejdë sa ishte në shtëpinë. Ja shkruarzuan vajzat vetëm se ishin muslimane dhe thonin la ilaha illallah, i rrahnin shokët e tij, i mbytnin sahabët e tij dhe nuk i lanë derë, vetëm se të shpërngulet. Në çdo kabile shkonte që të gjente mbështetës, nuk e mbështetsin. Shkoi në Taif, u kthye edhe prej atjehit, të vetmet të cilët i dulën në ndihmë atëherë kur ishte mësonzori, ishin ansarët e Medinës. Ishin shokët e tij ansar që i thanë, o i dërguari i Zotit, heja te ne në Medinë, pasunia jonë është pasunia juaj, shtëpiat tona janë shtëpiat e tuaja, merr prej neve çka dush ti, kur të merresh më shumë për neve në gëzohemi më shumë se sa që lën. Ta ishin ansarët që mbështeten Rasulullahun kur të tjerët ja kthyn shpinën. Dhe u detyrua me dal prej shtëpisë që është lindë, është rrit, vetëm se thonte la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. E kjo të jep një mësim shumë të rëndësishëm ty si besimtar, që me një vend që s'ta din vlerën, mos rrebe me ta Allah, mos rrebe me ta se si ja vlerë me ne. Me një vend, me një shoqëri, me një rreth, që nuk ta din vlerën ti kush je, nuk ta din vlerën e punës që e bën, sinqeritetit që e ki, të imanit, të besimit që e ki. Ball mos u muno me ta, sepse Rasulullah u munu 13 vjet me ta. 13 vjet u munu me ta. Edhe në fund të drum i thon, ditën e mirë se s'moj më me ju. Ball ke më. Sakrificë pas sakrifice, gjakosje pas gjakosje, dhe dul për arsye se nuk ja dinin vlerën. Për këtë pejgamberi ka thënë në hadith, wallahi innaki la khayru ardillah. I ka thonë Mekës kur është dalë jashtë, ka thonë, wallahi ti je vendi më i dashur i Allahut. Wa habbu ardullah, edhe vendi më i dashur i Zotit dhe më i miri që ka në faqen e tokës. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sikur mos të nxirrni populli im, nuk do të dalja prej teje. Nuk do të dalja, po më kanë nxjerr për shkak të besimit. Për shkak të besimit. Kjo është mësimi i parë që na jep hijreti. Mësimi i dytë, marrja shkaqeve një dhe shoqëruesi i mirë. I vetmi që nuk kishte bërë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e tjerë,
Po ka nejt me pejgamberin ka qenë Ebu Bekri dhe Ali. Ebu Bekri ka nejt me Resulullah në Mekë, gjithë tjerë kanë shku në Medinë. Vetëm e vetëm që t'jep izë për shoqërim. T'jep izë me shoqëru njeriun që ishte me i kërkuari në kohën e tij. 100 deve i kërkonin për kokën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, si shpërblim kush e gjen atë. Edhe kur i tha Ebu Bekrit që ka ardhur i urdhri për Zotit me bëj hijrat, i tha es-suhbata ya Resulullah. O i dërguar i Zotit, a bën me të bësh shoqëri? Tha po. Aisha radhiyallahu anha tregon dhe thotë, nuk kom pa njeri që qan ma shumë prej gëzimit se sa Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, por i tha pejgamberi, ti je shoqëri se jem në hijrat. A di çka do të thotë kjo? Me shoqëru një njeri që e kërkojnë njerëzia. Zdo të që e kërkojnë dikon njerëzia, që është i keqaj, që është wanted, edhe ta shesin fotografin bader dhe ti, jo, ka mundësi që kriminellat janë pushtet, edhe e bën njeriu më të dashur Zotit kriminal, edhe thotë që këtu do të më kërku. Sigur se që ishte pejgamberi në kohën e tij. Mirë po Abu Bekri ishte shoqëruesi i tij më i ngushtë, që t'jep mësim se njeriu duhet me mbështet të vërtetën kur është në vështirësi, qofse dëshiron mi apo hajrin asaj kur është në lehtësi. Sepse kur je në liri dhe s'ki siguri, krejtë mbështesin të vërtetën thuajse. Ama kur t'jesh në vështirësi, me thonë ka dalë se unë e qëtojnë mbështet se është në rrugën e drejtë, edhe në qofse më kushton medalje prej venit, edhe në qofse më kushton edhe me jep ndoshta, ama unë e thom la ilaha illallah Muhammed Rasul. Unë e mbështes të vërtetën. Po mos ai s'më mbështet, ky s'më mbështet, s'bëm me fol për to, s'bëm me fol për ato. Atëherë kur çlirohemi këtë ju mbata një veteran, kur na çlirua, këtë kanë ngras me shku te veteran. Ama kur zdosh me ka pushkën krah, ja Allah në smoj se i kom të djemë, se i kom të bizë, ja, që shtu s'kan. As në fejnë e Zotit, as në qërimin e vendit, në as një sen nuk shkon suksesi kur ti nuk e mbështet të vërtetën atëre kur ka nevojë dhe kur është në vështirësi. Mësimi tjetër është marrja shkaqeve në jetë. I dërguari Allah ka mujt me shku prej Mekës në Medinë me marr Zoti xhallahu ala me çu sikurse që e çoj prej Mesjidul Haramit në Mesjidul Aqsa dhe 7 qive përpjet në Isra dhe në Miraj brenda një periudhe kohore të shkurtër. Po ka dash neve si musliman me na dhon mësim. Sepse Rasulullah i tha Abu Bekrit, merri 2 deve me qira, merri një njeri që e din rrugën e mirë të shkretirës, një ciceron, siguroje vendi ku duhet me nejt një trinet, mere anën e kundër të atyre që na lypin, për të na tregu që duhet mi marrë shkaqet njët. Duhet mi marrë shkaqet njët, në qofse dëshiron sukses, duhet me ngrit me punu deri sa vjen koha e ezanit. Kur vjen koha e ezanit, duhet me falë me vazhdo punën. Qofse dëshiron sukses shkollë, duhet me nxjerr karrikën dhe me mësu. Qofse dëshiron sukses në biznes, duhet me qenë i sinqert, me punu me sinqeritet, me ndjerës. Mi marrë shkaqet njët, qofse dëshiron fëmijë, duhet me u martu, jo me nejt, cum tani me thonë, valla, s'vjen fëmija pa u martu. Krejt që shtu shkojnë seret. Duhet mi marrë shkaqet njët në mënyrë që të kesh sukses. Pa i marrë shkaqet në jetë nuk ka sukses. E kur ne i marrëm shkaqet, edhe koqitemi dikun, atëre vjen shprehja mrekullia Zotit. Shkun në shpellë pejgamberi Zotit me Ebu Bekrin, Ebu Bekri u futi pari, ta kontrolloj tha mos ka ndonjë insekt, ndonjë gjarpën, pastaj u futën mrena, erdhën armiqt mbi shpellë dhe i tha o i dërguari Allah, me bën me shiku poshtë ata, na shikoj tha neve. Veç me shiku poshtë. Tha o Ebu Bekr, ti ç'të tha neve Zotin e ka thonë, mos u mërzit. Inna Allaha ma'ana, Allah bën me neve. Ai më ka thonë merri çdo shkaqe. Kry. Tha Allahu jam shirë syt aty. Musa alayhi salam i tha Zoti merri popullin ton shko deri te deti. Kur shkon te deti, peshojnë faraonin ton mbrapa me ushtrinë e tij, populli i vet tha inna la mudrakun, tha na zonën. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Ja tha Musa, s'ka shans me na zon. Ma tha detin përpara, mbrapa armikun. A më di ç'të thon ka thon Zoti më. Tash e tutja e kondor. Mu shkaqe më ka dhënë mi marrë ditë që tu. S'kam ma shumë mundësi ju në me marrë shkaqe. Edhe i tham, shoj, tha deti, qa deti, Allah. Po qa dhe deti, se Allah ta më të mundur mu qa deti. S'ki sukses se i ke marrë gjitha shkaqet njët.
Mbështet ju Allahut se ka me ta qelë një derë që ti as menja s'ka shku. E veç andër s'ke mujt as andër me pa. Ta qelë Zoti derën, që ti s'ta merr menja. A më meri shkaqet, mos u mundon mi u mbështet Allahut pa i marrë shkaqet. Sepse o gënjeshtër, mbështetja në Zotin pa i marrë shkaqet në jetë nuk ka sukses. Marrja shkaqeve në jetë pa i mbështet Allah, s'ka sukses. E vetëm marrja shkaqeve dhe mbështetja Zotit bën që mrobi me pas sukses në jetë. Sepse kështu na ka mësu Allahu Jalla wa Ala dhe i dërguari i tij. Për këtë Allahu e lavdron pejgamberin dhe Abu Bekrin dhe thot: "Walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun." Ai që ka ardhur me të vërtetën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai që e vërtetoi të vërtetën, Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, këta janë ata të cilët janë të devotshëm. Këta janë ata të cilët janë të devotshëm sepse i ka sakrifikuar të gjitha për dinin e Zotit Jalla wa Ala. Për këtë edhe ka emrin e madh edhe përmendet Abu Bekri radhiyallahu ta'ala. Mësimi i tretë që na jep Xhereti dashur vëllezër, është qëndrueshmëria në parime, edhe nëse detyrohesh me dal prej vendit, me lan punën, me bë sakrificë ndryshme. Me qëndru në parime që ndosha. Pejgamberi Zotit i tha popullit vet: "O Muhammed, apo do me tha mu bë mret? Apo do tha po të bojna mret? Le tha mos na thërë këta, le që po të bojna mret. Qofse s'don me të bë mret, apo do tha me qenë i pasi më i madh i joni, po dona pasuri sa dush. Qofse don mu martu tha, gruan më të mirë po ta zgjedhni, marr veç ti mos na thërë fe. Qofse i smut kena me ta zgjedh mjekun më të mirë që është, ja më tha po si marr për këtë punë. Unë i marrë mi nëzirë për errësirës mi u qitë dritë, me besu Allah një dhe të pashoq, me fitu xhenetin dhe me u largu nga zjarri i xhenemit. Wallahi dhe me ma qitë dilin në anën e djathtë, hanën në anën e majtë, edhe me thonë, largohen nga ky mision, ta s'largohen. Tha këto parimet Zotit, po tani du të me dalë, po dalë marrë, tha sa problem, tha dalë ju lo krejt, tha shkoj krejt. Shkoj tha në Medinë të qata që ma dim lera. Qëndrueshmëria në parime. Jo me shit fejën e Zotit për 2 dinar. E që shitet feja Zotit për 2 dinar? Po tani e rend dikon, e mashtron dikon, për një par letra, e ndronë edhe fejnë, shkon atje më bëku në rëzim, e ku me ditë sa llojet ndryshme, i shet parimet e Zotit, temelet e fesë e Zotit për kurgjëjq. Të ndimin ka qenë mirë, ka gjeru kur gjenë vera e ti filanin darsëm, e len dinin e Zotit, i thot fesë, ti qëtu të dera hotelit, ku me desh, se ku me him rana një herë. Atje mu bare zil. I tani kur dalë shveja ka shku vëllaj, së në gjanë, të dera së në gjanë. Dhe më thonë, me qëndru me parime, edhe në qofë së është nevuaj, mu i dhnu me krejt. Resulullah me krejt u i dhnu popullin e vetë. A mos si ka lëshu parimet e Zotit. Ka qëndru në parime që ndosha, edhe në qofë së është nevoja me lëshu shpin, edhe në qofë së nevoja me lëshu shtetin, edhe në qofë së nevoja me de krejt, a më une për parime jetoj se ku me shku në varvet, edhe une, edhe ti, e kur shkojnë atje, e kur thot ai hoxha nal, thuj Zoti im është Allahu, pasha Zotin, sun e thot gjuha nëse se kena thonë dyja. Thuj që pejgamberi më konë Muhamedi, ama Muhamedin se ke ditë që ekziston kërkon, e kena kundërshtuar sabah dhe akşam. Wallahi sun e thu. Thuj dini im është Islami, Islami dini im po, ama Islamin kur nuk e kum praktikuar ashtu siç ka lidhur. Sepse i kum shkel parimet sabah e akşam. Wallahi nuk mund është me i përgjigj, as të jason. Allahun mos na i mësof këtë gjendje, po na i mësof gjendjen më të mirë që është e mund. Dhe mësimi tjetër është mbështetja fort në Allahun. Dhe ai që e lën një gjë për Allah, Allahu ka për t'ia kompenzuar. Këtë na mëson Hijreti. Men taraka shay'an lillah, awadahu Allah. Ai që e lën një çështje për Allahun, Allah ja zëvendëson ato. Sepse i tha në ajet të Kuranit kur dul prej Mekës. Fa inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. O Muhammed, ta ai që ta ka bë farz Kur'anin, ta ka zbrit dhe ta ka bë farz Kur'anin, ka me të kthy prap Mekë. Ai ka me të kthy ka e dal aty. Ai e dal për jeptina, ka me ardh koha që ki mu kthy apet. Edhe u kthy Resulullah në Mekë, çlirus, sot Mekë janë krejt musliman. Sot krejt Gjazira, krejt Gadishull është musliman. Sot si pasojë asaj hijreti, edhe unë edhe ti je musliman, edhe mësojna hijretin e Resulullah. Pse? E kalon një sen për Allah, Allah ja ka zëvendësuar me një. Mësohu me lënë diçka për hir të Zotit, nëse nuk pëlqen.
dije se ka me ta kompenzu Allahu xhallahu ala me më të mirë se ajo. Me më të mirë se ajo. Cila do të qoftë ajo? Qoftë punë, qoftë shkollë, qoftë biznes. E shet që është i dyshim, të është haram, po ti shkel parimet e Zotit. Leje për hir të Allahut, dije që Allahu ka me ta kompenzu me më të mirë se ajo. Këtë na mëson hijreti. Dhe mësimi i fundit dashur vëllezër, prej shumë mësimeve që na hijreti është që njeriu para se me bëj hijret me trup, do të me bëj hijret me shpirt. Mas pari do të me bëj hijret gjunohet, më mbajt pas parimeve, pastaj me bëj hijret me trup, edhe pse ne s'kem nevojë për Resulullah ka pa hijret me trup. Po i kalon të gjitha hijretit tjera me zemër. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "El muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani vërtet është ai i cili muslimanët e tjerë janë rahat nga gjuha dhe dora e tij. Wal muhajir man hajara ma naha Allahu an. Edhe muhajiri vërtet është ai i cili i lën ato që Allahu azza wa jalla i ka ndaluar. Që kjo është muhajiri vërtet. Sepse s'ka hijret. Muhajiri vërtet është kur njeriu i bën hijret gjunohet, i bën hijret haramat, i lën ato që Zoti i ka ndaluar, kapet pas atyre që Zoti i ka leju dhe i praktikon ato që Zoti i ka urdhëruar. Kjo është muhajiri i vërtet dhe këtë na i mëson hijreti Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse vetëm këtë formë dashur vëllezër neve duhet ta kuptojmë jetën e Resulullah, hijretin që vjen si datë, edhe jo me thonë, po qëre jo musliman të jeni halon vitin 1448, domethënë na kena përparuar shumë, na kena shku në hanë. Ata kanë shku në hanë e ju keni met halo. E ky shkreti as ka shku në hanë me ata, as me neve me mësujet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O e dyz të çomovi. Dashur vëllezër, kështu do të me kuptu fenë e Zotit, hijretin e Resulullah, mësime me nxjerr prej tij në mënyrë që neve si musliman jetojmë me parimet që ndosha, qysh ka jetu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse kur jeton me parimet që ndosha, je falendërues ndaj Zotit, ai që jeton falendërues ka me vdek i falendëruar. Ai që jeton falendërues ka me vdek i falendëruar duke lutur Allahun xhalla wa ala që të jetë prej tyre. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil